Kemi viktima që fillojnë dhe nga mosha 6 vjeç. 6 vjeç? Kemi një rast konkret? Së fundmi kemi që një rast, cili po hetohet, është një viktime mitur e cila ka ardhur nga Nekneku, pra duke përdorur dhe inteligjencën artificiale, ka pothuajse një vit që ka ndodhur prodhimi i këtij materiali pornografik dhe identifikuar të 2 personat, prodhuesin dhe marrësin. Të 2 viktima dhe të dyshuarët janë po ashtu dhe ata të mitur. Çfarë moshe? Që bëhet fjalë një moshë 15 deri në 17 vjeç. Si ka rënë pre e kësaj gjëje një 6 vjeçare? Akoma ai është në fazën time dhe punësimi, por me sa është kuptuar deri në këtë moment është në formën e një loje. Pra, duke hapur një aplikacion në Snapchat, viktima e ka hapur në telefonin e nënës. Pra, ajo informacioni parë që prindi sot fëmia shumë i vogël, nuk ka asnjë lloj aplikacioni, s'ka telefon, e mban telefonin tim vetëm për të luajtur, por në fakt kishte edhe një platformë brenda, të cilën e kishte fshehur në ato folderat, sepse prindërit janë shumë të kujdesshëm. Një 6 vjeçar kishte arritur ta bënte. Sepse marrin informacion, nuk është kultura aq e madhe e teknologjisë tek prindrit. Ndoshta një fëmijë 6 vjeçar di më shumë se sa prindi në pjesa e teknologjisë.